Nëse i thani robat në shtëpi, siguroni që të merrni këto bimë. Shkencëtarët nga NASA kanë ndarë një listë të bimëve që besohet se largojnë plurin dhe toksinat nga shtëpia. Shkencëtarët pohojnë se bimët e dhomës janë shumë të dobishme për ne dhe se ato janë në gjendje të largojnë deri në 90% toksinat nga hapësirat ku jetojnë. Bimët që besohet se parandalojnë me sukses plurin dhe për këtë arsye ndihmojnë njerëzit që janë alergjik ndaj plurit janë këto bimë. Brushtulli anglez. Kjo është një mënyrë shumë e mirë që ndihmon në largimin e lagështisë nga ajri, që është shkaku kryesor i mykut në dhomat tuaja. Zambaku i paqes është një tjetër bimë e cilësuar sipas NASA-s si një nga bimët më të mira për të mbajtur larg edhe lagështinë e ajrit. Bima merimang e ka origjinën nga paqësori jugor dhe Afrika e Jugut, është në gjendje që të mbajë sa më të mirë ajrin në shtëpinë tuaj dhe është një zgjidhje shumë e mirë kundër lagështisë. Për më shumë, ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje videon më poshtë.